Të nderuar miq, selam aleikum, mirë se shihemi sërish në emisionin e përjavshëm Rrëfime Profetike. Rrëfimi sotëm është disi i dhimbshëm në një farë mënyre, mirëpo edhe për këtë rrëfimi do të nxjerrim mësime dhe dobi, të cilat na vijnë edhe sot. Cila është historia, cilat janë mësimet e kësaj historie? Do të kemi shpjegimin e hoxhë nderuar Ahmet Galaja. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Po, është vërtet që në pamje të jashtme duket si një histori e dhimbshme, po faktikisht aty zbulohet një nga sekretet e Zotit në natyrën e nënës dhe dhimbshurinë që ka nëna për fëmijën. Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam një ditë ju thot shokëve të tij, ishin dy gra, dolën me fëmijët e tyre për shëtitje, si më thënë në një vend të hapur. Pra dy gra dhe dy fëmijë. Ndërkohë që ishin ulur diku duke ndëitur, një ujk sulmon dhe e merr njërin prej fëmijëve të vegjël. Kur shkojnë për të marrë fëmijën, gjithsecila thoshte që ky fëmia është i imi. Duke sigurisht foshnja të vogla që ishin foshnjë të vogla. Vështirë për të diferencuar. Atëherë gjykohen tek Sulejmani alayhi salatu wassalam. Pra kjo ngjarje ka ndodhur në kohën e Hazreti Sulejmanit alayhi salatu wassalam. Ju thot Sulejmani alayhi salatu wassalam, i kujt është fëmia, gjithsecila thoshte se fëmia është i imi. Atëherë Sulejmani alayhi salam tha: me që ju nuk dorëzoheni dhe gjithsecila pretendon se fëmia është i tij dhe unë s'kam si ta gjykoj këtë çështje, do të marr një thikë të madhe dhe do ta ndaj fëmijën në dy pjesë. Dhe gjithsecila të marrë gjysmën e vet. Më e vogla, ishin dy gra, me sa duket, pra njëra më e madhe, tjetra më e vogla. Më e vogla, tha profeti alayhis salam, tha: o profeti i Zotit, lërë se është i saj. Pra e ndryshoi dëshminë në një farë mënyre. Pra profeti, atëherë fëmia të takon ty. A kësaj që tha lere ta marrë madhja, po, ja dha Sulejmanes. Pse? Sepse në momentin që ajo dëgjoi se fëmia do të dahet në dy pjesë, nëna e vërtet çfarë tha? Më mirë të jetoje ta maj tjetra se sa të më vdesi fëmia. Ndërsa nëna jo e vërtet ishte dakord. Po i tha ndaje në dy pjesë, gjithsecila të marrë gjysmën. Këtu Hazreti Sulejmani alayhis salam kuptoi se kjo e dyta është nëna e vërtetë e fëmisë, përderisa nuk pranon që të ndahet fëmia, është e gatshme që të sakrifikojë humbjen e fëmisë për jetën e tij. Por ne shqiptarët i mësuar të bredhim, po themi, i gjyqjeve dhe nevoja për një gjykim të drejtë, të paanshëm na ka shoqëruar vazhdimisht. Duket që edhe në këtë rast nevoja për një gjykim të drejtë, por edhe të mençur, në këtë rast të zgjuar, sepse faktet ishin të pamundura për të një përfundim. Po, normalisht jetojmë në një kohë që nuk ka pas ADN, analiza ADN që saktohet nëpërmjet ADN-s. Edhe e dyta është shumë interesante, profeti i Zotit në këtë rast nuk gjykoi me zbulesë hyjnore. Sepse zakonisht profetët orientohen nga Zoti për mënyrën se si duhet të gjykojnë. Mirë, po në këtë rast nuk u orientuan me zbulesë hyjnore, sepse deshi që të na japi neve një mësim dhe të mbesi një mësim se me dhimbshurinë e nënës nuk ka asgjë. Pra nuk ka gjë në këtë botë, nuk ka parametër që mund të masi dhimbshurinë dhe dashurinë që ka nëna për fëmijën e vet. Për këtë arsye dhe fëmia sado që të bëjë dhe çfarëdo që të bëjë dhe sado që të përkushtohet prindit, nuk mund ta shlyjë, domethënë atë dhimbshuri, atë përkujdesje, atë mirësi që i ka fal prindi derisa ky ka ardhur në një moshë që mund të ndërtojë vetë jetën e tij. Për këtë arsye dhe Zoti në Kur'an e obligoi respektin ndaj prindërve, ndaloi rreptësisht mërzitjen e tyre dhe na obligoi wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, lutu vazhdimisht dhe thuaj: o Zot, mëshiroj ata ashtu siç më kanë mëshiruar mua kur unë isha i vogël, ashtu siç kanë treguar për mua të dhimbshur dhe të kujdesshëm kur unë kam qenë i vogël. Për gjërave interesante, domethënë që shihet në çështjen e gjykimit në këtë rast, kur themi gjykimi, nuk kuptohet gjithmonë drejtësia, nuk kuptohet gjithmonë e vërteta. Mirë, po si arrihet tek e vërteta? Profeti alayhis salatu wasalam ka vënë një parim që konsiderohet sot e kësaj dite, domethënë rregull e panegociueshme dhe, si më thënë, një nga themelet më të rëndësishme mbi të cilat ndërtohet drejtësia.
Një ditë ai drejtohet shokëve të tij dhe ju tha, ju vazhdimisht arbitroheni tek unë, pra gjykoheni tek unë. Dhe ndoshta në mënyrën se si flet ndonjëri prej jush është shumë më i aftë të paraqes fakte apo të bëj loj fjalësh se sa tjetri që mund të jetë me drejtën. Unë dua t'ju them diçka. Nëse dikujt i gjykoj padrejtësisht në favor të tij, ai duhet kuptoj se faktikisht po merr zjarr nga zjarri i xhenemit. Pastaj përmendi rregullën e artë, e cila thotë: el bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankar. Personi i cili akuzon, pra akuzuesi ose ai i cili ngel padin, duhet sjelli fakte të qarta, argumente të qarta, ndërsa i akuzuari e mohon me një betim. Pra, nëse dikush akuzon dikë, duhet sjelli fakte dhe argumente të qarta. Nëse nuk sjell fakte të qarta dhe argumente të qarta, ti ke drejt prap të akuzosh. Sepse ndodh ndonjëherë që ti e ke parë me sy, po s'ke argument. Faktet. Ke të drejtë të ngresh akuzë, ke të drejtë të ngresh padi, edhe kur nuk ke, me kuptimin kur je vetë dëshmitar dhe nuk ke argumenta rrethanore. Ndërsa pala tjetër, nëse pala e akuzës, le të themi, nuk ka argumenta dhe fakte, pala tjetër, pra pala e akuzuar, del nga situata vetëm një betim. Pra në momentin që unë nuk kam fakte, thjesht them e kam parë ose thjesht them e kam dëgjuar. Po që nuk ka të mjaftueshme për. Po jo, njeriu nuk mund të jetë dëshmitar vetëm. Do të thonë duhet të jetë patjetër dhe dikush tjetër me të. Duhet të ketë dhe mjete rrethanore që, si më thon, e ndihmojnë prova dhe gjurmë që tregojnë se situata ka ndodhur. Sepse po t'i hapej rruga dëshmisë një person, atëherë mund të thoshte çdo kush për këtë do çfarë donte. Për këtë arsye, numri i dëshmitarëve minimalisht është 2 e lartë. Varet pastaj nga rasti penal se çfarë është. E tha profeti alayhis salatu selam, njeriu pra është i pastër derisa të vërtetohet se ai është, si më thon, fajtor. Dhe nëse nuk vërtetohet dot që personi në fjalë është fajtor, ai del nga situata duke thënë vallaj, pra betohem Zot që unë s'kam gisht, s'kam dorë, kjo nuk është e vërtetë. Mirë, po mund ndodhë edhe tjetër që ai ta pranojë një gjë të tillë. Dhe thotë, po, kjo është e vërtetë. Pra prezumimi i pafajësisë derisa të vërtetohet ajo me dëshmitar dhe me prova të qarta. Kjo është e panegociueshme, domethënë. Na vijnë të dy rastet hoxh, edhe Sulejmani alayhis salam dhe profeti Muhammed na vijnë mbi të gjitha si profet, po edhe si gjykatës të drejtë. Pra shpesh kanë pasur thuaç një rol të shumëfirës në shoqëri. Kanë qenë dhe arbitrar të drejtë për problemet që kanë pas njerëzit, si për të na thënë që edhe ne në situata, po themi, të përditshmërisë duhet të gjykojmë drejt, edhe nëse dikush ndoshta nuk ka fakte ose nuk ka ajo që ka ndodhur sot, shumë njerëz kanë të drejtë, mirë por nuk kanë parë për të paguar avokat që t'i argumentojnë dhe t'i rendisin mirë provat e tyre. E vërtet, profeti alayhis salatu selam në një rast ka thënë, gjykatësit janë tek Zoti 3 kategori njerëzish. 2 përfundojnë në xhehenem, 1 përfundon në xhenet. Gjykatësit që gjykojnë pa dituri janë në xhehenem. Gjykatësit që kanë dituri po nuk gjykojnë drejt janë në xhehenem. Gjykatësit që kanë dituri dhe gjykojnë drejt janë në xhenet. Për këtë arsye, po të kthesh në kohët e hershme të Islamit, shumë prej ulemave të mëdhenj dhe dietarëve të mëdhenj nuk pranonin që të ishin gjykatës, sepse raporti është 2 Përgjegjësia është e madhe. Përgjegjësia është e madhe. Për shembull, tregohet se Imam Ebu Hanifen, Zoti mëshiroft, i ka kërkuar halifi asaj kohe që të bëhet gjykatës, qadi. Dhe imami nuk pranonte. Normalisht angazhimet e tij në dituri, mosha e tij, edhe normalisht, domethënë, përkushtimi i tij në fushën e dijes, më shumë se sa të merrej me çështjet e gjykatës dhe gjykimit. Saqë vazhdimisht refuzonte. Dhe e thret një ditë halifi dhe i thot, o imam, kam vendosur, pra halifi kam vendosur që ti t'jesh qadiu i khalifatit i zonës ku jeton të aty Ebu Hanifja. I tha Ebu Hanifja, unë nuk mundem. I tha, mos gënje. Atëherë i tha Ebu Hanifja, si mund të bësh gjykatës një që gënjen? Pra edhe këtu përdori zgjuarsin. Nëse them vërtetën, po të them s'mundem. Nëse po të gënjej, atëherë si beson qadan, gjykatën, një njeri i cili është gënjeshtar. Dhe
transmetohet se ai e ka dënuar Ebu Hanife vetëm për faktin se nuk pranoi që të futej si gjykatë. Për shkak të përgjegjësisë. Pra, domethënë e kanë parë si përgjegjësi dhe e kanë parë si amanet të madh një gjë të tillë, sepse nuk është e lehtë të gjykosh, domethënë tek njerëzit, në mes të njerëzve me drejtësi, sepse futen shumë faktor në lojë, futet, si më thon, egoja, futet ndoshta edhe rishfeti, futen edhe interesat personale, influencat e tjera. Kështu që nuk është e lehtë, domethënë nuk është e lehtë dhe ai njeriu që e shef, si më thon, si një përgjegjësi përpara Zotit, ai e shef shumë le të themi me rrezik këtë gjë, sepse nëse ne bëjmë rolin e gjykatësit në këtë botë, do të kemi një gjykatës i cili do na gjykojë neve në botën tjetër. Kështu që më mirë njeriu nuk i futet fare nëse nuk është edhe nuk ka besim tek vetja e tij, tek besimi i tij, nëse ai mendon se mund bjerë pre dhe viktim e egos, e influencave, e tekave të tij, apo dëshirës për të fituar padrejtisht, atëherë më mirë ta presë rrugën e rrezikshme. Mos pranojë. Ndërkohë i përmendet 3 kategori, ku kategoria e parë ishte gjykatësit që gjykojnë pa dije. Po. Ne shpesh na ndodh që ta kthehemi në mënyrë simbolike gjykatës të situatave të caktuara, qoftë mes shokëve tanë, qoftë në shoqërinë tonë dhe të japim kështu përfundime, qoftë politike, qoftë shoqërore, qoftë sociale, duke akuzuar një palë apo duke dhënë përfundime të cilët nuk kemi kompetencë dhe nuk kemi njohuri. Po për këtë lloj gjykatësi, a ka problema, ka përgjegjësi? Jo, këtu bëhet fjalë për gjykatësin me kuptimin e gjykatësit kur ka të pandehur, kur ka të akuzuar, kur ka domethënë njerëz ndaj të cilëve është ngritur pa di. Ndërsa në këto raste të tjera, nëse ka efekte dhe pasoja, po. Nëse ka efekte dhe pasoja, po. Nëse nuk ka efekte dhe pasoja, për shembull, jemi ulë në tavolinë, bjerë një muhabet edhe jo, po kështu ka drejt filan edhe në fund fare mbetet muhabet tavoline. Në lidhje me forcat politike, në lidhje me situata dhe rrethana të caktuara, pa pasoja nuk ka problem. Ama nëse fjala jon ka pasoja, për shembull, është një rast çështje ndarje, ne nuk jemi në gjykatë tani. Mirë po flasim edhe kanë ardhur tek ne ata, ne nuk jemi në rolin e gjykatësit për shembull. Edhe japim një vendim ose japim një opinion në lidhje me kush është me drejtë, në kush atëherë në këtë rast futet. Për këtë arsye domethënë duhet të qenë kujdesshëm, duhet të qenë shumë kujdesshëm. Edhe gjë tjetër që është domethënë për ta plotësuar atë, në gjykimet tona të përditshme është mirë që t'i referohemi dijes. Pra mos t'i referohemi as moshës, as pjekurisë, as llafologjisë. Domethënë përderisa bëhet fjalë për të gjykuar për një çështje, qoftë edhe mes nesh, konflikt, mosmarrveshje, për të ndërmjetësuar për diçka, atëherë le të referohemi pikërisht njeriu që ka dijen e vërtetë dhe është kompetent, sepse edhe në fenë islame, fushat e specializimit janë nga më të ndryshmet. Ka specializim në shkencën e hadithit, ka specializim në shkencat e Kuranit, ka specializim në shkencat e gjuhës arabe, ka specializim në fushën e davetit, tefsir, Kur'an e kështu me radhë, por ka edhe specializim në sheriat. Sheriati është ligji dhe jurisprudenca islame. Është mirë që kur ka situata të tilla të referohemi pikërisht tek njerëzit kompetent, cilët japin një përgjigje kanë njohuri të plotë mbi situatën. Argument. Jo thjesht janë njerëz që njihen për devotshmërinë ose mirësinë ose moralin e tyre, po duhet dhe njohuri. Devotshmëria apo hershmëria e personit dhe frekuentimi i tij i hershëm në xhami nuk mund të jetë ky një fakt i cili kriteri mjaftueshëm. Absolutisht jo. Ndërkohë le të kthehemi pak tek natyra e dhëmshur e nënave. Në këtë rast duket sikur njëra tregoj egon dhe tjetra tregoj atë natyrën reale të nënës dhe mshurinë, e cila shpesh nuk shpjegohet me logjikë dhe me arsye. Pra shpesh për një nën fëmia është barr, është vuajtje, është siklet, mirëpo ajo e do aq shumë sa sakrifikon dhe jetën e saj. A është kjo një argument dhe mirësi për Zotit se si funksionon? Gjermanë kishin nxjerrë një statistikë që për një fëmijë do të shpenzon rreth 136.000 euro dhe për këtë arsye zakoni gjerman nuk i dilte llogaria e mirë për të kujdesur për fëmijë, kështu që shpesh zgjidhin forma të ndërmjetme duke adoptuar dikë ose duke kaluar jetën me qena apo maca apo situata të tjera. Ndërkohë që natyra e njeriu është tjetër, sakrifikohet deri në vetë mohim për fëmijën. Shqyr Zotit, domethënë kjo lloj kulture dhe kjo lloj edukate akoma nuk na ka ardhur, si më thënë, kjo lloj le të themi fortune, sepse me të vërtetë kjo është fatkeqësi, domethënë, të masësh dhimbshurinë e fëmijës
kënaqësinë dhe lumturinë që t'jep fëmia ta masesh me vlerë monetare, me vleftë monetare, domethënë ky është kulmi i situatës. Për këtë arsye domethënë edhe familjet në atë pjesë të botës nuk funksionojnë kaq mrekullueshëm siç funksionojnë familjet në Islam në përgjithësi, ku familja patriarkale është bazikja, po edhe në trojet shqiptare në veçanti, domethënë absolutisht familja ka vendin e vet. Akoma shqyrë Zotit, falënderimi qoftë Zotit, shqiptarët e ruajnë atë lidhjen brenda familjes, madje edhe lidhjen brenda fisit, njerëzit bëhen bashkë, njerëzit shkojnë bashkë, ndërsa atje është ekstrem situata. Kjo që theti, ai bën llogarit në fund fare dhe thotë më mirë një qen se sa një fëmijë, sepse fëmia në moshën 18 vjeçare do të ikë, ndërsa qeni do të mbetet dhe argjimet i ka të vogla. Edhe në të kundërtën, fëmijëve ju ikën ajo dhimbshuria, loti për prindrit. Domethënë ai mund të rritë 1 vit apo 2 vit pa e parë prindin, edhe nuk është se përjeton diçka. Nuk ndjen ndonjë mall ose mungesë. Për shembull, nuk mund të rrim pa e parë prindin, nuk mund të rrim pa e takuar, nuk mund të rrim pa e vizituar. Domethënë njeriu normal, sidomos muslimani, domethënë. Për këtë arsye unë di raste, duke qenë se kam dalë dhe kam vizituar, ka raste për shembull thotë që nëse dikujt prej tyre i vdes prindi gjatë javës, bien dakord me funeralin e komunës, e bashkisë, që ta mbajnë në morg deri ditën e diel. Ose më ekstrem edhe se kjo ka që i thotë mbaroni punë dhe mbasi të digjet kufoma, bëjnë një lloj djegje ata, domethënë, dhe pastaj shirje dhe bluarje kockash, ma sillni atë vazon për ta mbajtur disa ditë tek shtëpia, domethënë, edhe pastaj e çon atje tek barreza murale. Ka edhe më këtë. Po pse? Sepse këtij fëmijë nuk i është dhuruar ajo dhimbshuri, ajo dashuri që faktikisht duhet të dhënë, plus që edhe kultura është e tillë, domethënë. Pas një lloj cënimi i natyrshmërisë njerëzore, sepse edhe në vendet jo islame shpesh dashuria e nënës për fëmijën është shumë e fortë dhe anasilla, sepse kështu ka krijuar Zoti. Ne themi tek pjesa e parë, fëmia domethënë është fruti i prindit. Kështu që edukimi, kujdesi, rritja, domethënë që unë nuk vdes, se ky fëmia im do të vazhdoj dhe çfarëdo që të bëj fëmia im mbas meje do të më vijë edhe mua. Po edhe fëmia i tij prap do të më vinë mua të dy. Po edhe fëmia i fëmisë tij prap do të më vinë mua të tre. Dhe sado që të vazhdoj, domethënë le të themi kështu, gjenealogjia dhe sado që të vazhdojnë pasardhësit e mi deri ditën e Kiametit, të gjitha këto shumëzohen për mua. Dhe unë e shoh me këtë sy si besimtar. Kështu që unë them elhamdulillah sa më shumë aq më mirë e kështu me radhë, ndërsa ai nuk e sheh me këtë sy. Në të kundërt, fëmia e sheh prindin si një derë të parajsës, si një derë të xhenetit. Prindi është dera në mes të xhenetit, thot profeti alayhis salatu wasalam. Pra e sheh prindin si një derë me 2 kanat, me dy portë, me dy dyer, si një portë me 2 dyer, njëra quhet baba, tjetra quhet nëna. Kështu që është shumë reciproke lidhja, pra dashuri, dhimbshuri, natyrshmëri, po edhe mirësi dhe bekim prej Zotit. Për këtë arsye dhe muslimanët domethënë këshillohen që të bëjnë sa më shumë fëmijë, bëni sa më shumë fëmijë, se unë do të krenohem me ju ditën e Kiametit, dhe thot profeti alayhis salam, çfarëdo që të bëj fëmia shkon në regjistrin e prindit të tij. Si për mirë, po edhe për keq, Zoti na ruaj. Pra nëse nuk e edukon mirë, prap ajo shkon në disfavor të prindit, e nëse edukon mirë, ajo shkon në favor të tij. Edhe nëse brezat vazhdojnë pastaj dhe vazhdojnë dhe sado që të vazhdojnë brezat, të gjitha çfarë është në favor shkon në favor të prindit dhe çfarë është e mirë shkon në të mirë prindit. Kështu që në Islam është rregulluar situata natyrshëm dhe çdo gjë në Islam funksionon natyrshëm. Ndërkohë, edhe pse natyra njerëzore është e tillë, edhe pse Islami këtë natyrë jo vetëm që e ruan, por se e plotson në mënyrat më të larta që mund të arrijë njeri, prap situata është e tillë që ky moral dhe kjo natyrshmëri edhe mund të humbasë nëse nuk tregojmë të kujdesshëm ashtu siç ju sollët disa shembuj. Pra, a duhet ta shohim edhe si një lloj mirësie e cila mund të humbasë nëse nuk i tregojmë vëmendjen e duhur. Ti tregosh vëmendjen e duhur do të thotë ti je musliman i mirë dhe musliman i vërtet. Do të thotë të edukosh Islamin tek brezat, të mbjellësh Islamin e vërtet tek brezat, sepse kjo gjë nuk arrihet nëpërmjet një emisioni apo nëpërmjet një hutbeje, apo nëpërmjet një ligjërate, apo nëpërmjet emisionit rrëfime profetike. Kjo gjë duhet mbjell dashuria për Zotin,
shpresa në Zot, frika për Zotin, besimi se ka botë tjetër, besimi se ka xhenet, besimi se ka xhenem, të gjitha këto duhet kultivohen tek fëmia natyrshëm, duke përshtatur me rritjen e tij, në mënyrë që fëmia ta ketë këtë pjesë të jetës, të shpirtit dhe të besimit të tij. Pra, mënyra më e mirë për ta ruajtur këtë është kultivimi i Islamit, sepse në Islam gjërat funksionojnë shumë natyrshëm. Dhe kjo gjë, domethënë lidhja e nënës apo e prindet me fëmijën është e natyrshme dhe Islami e ka le të themi inkurajuar duke thënë se ka shpërblim me çfarëdo që të bëjë ai do të vi ty sevapi dhe shpërblimi, po edhe nëse ndron jetë ti ai është një sebeb që ti të shpëtosh nga zjarri i xhenemit, pra kështu e ka kultivuar këtë natyrshmëri dhe në pjesën tjetër, përderisa fëmia është i lidhur me prindin e tij dhe kjo është e natyrshme, pra Zoti e ka krijuar këtë gjë, atëherë Zoti këtë natyrshmëri e ka kultivuar duke thënë që gjë prindi jo vetëm që duhet ta dush se është prind, po prindi është për ty xheneti, xheneti është në këmbët e nënës, etj. Gjitha këto shërbimi ndaj prindit është gjëja më e mirë që e kënaq Allahun, kënaqësia e Zotit është tek kënaqësia e prindit, hidhërimi i Zotit është tek hidhërimi i prindit. Të gjitha këto, domethënë, janë kultivim fetar i asaj që është natyrshmëri. Kemi një natyrshmëri që është lidhja e natyrshme që Zoti ka krijuar mes nënës dhe fëmijës. Vjen Islami dhe e mbush edhe më shumë. Kemi një natyrshmëri që është dhimbshuria, mëshira, dashuria që ka fëmia për prindin. Vjen Islami dhe e mbush edhe më shumë. Pra Islami nuk ka ardhur për të përplas me natyrën njerëzore. Për këtë arsye edhe në Islam, krijimi i familjes është domethënë është domosdoshmëri. Në pothuajse shumicën e trajtimit islam mbi familjen, pothuajse të gjithë dietarët e Islamit dalin tek përfundimi që krijimi i familjes është obligim. Pra nuk është me dëshirë, jo unë po e bëj apo nuk po e bëj. Krijimi i një familje. Ose siç themi ne për shembull martesa duhet realizohet. Pse? Kapitulli i martesës është dhe i rëndësishëm në fen dhe në besimin e individit, jo thjesht në natyrshmërisë. Pra jemi gjithmonë tek ai fakti që Islami natyrshmërinë e ka mbushur edhe më shumë. Siç themi ne për shembull, në Islam është mirë të sillesh mirë. Po është mirë të sillesh mirë edhe pa qenë musliman, s'ka lidhje. Jo. Islami këtë lloj gjëje që duhet ta ketë njeriu në natyrën e tij, edukatën, mirësjelljen, e ka mbushur duke i dhënë edhe norma besimi, shpërblimi, e ka motivuar dhe e ka konkretizuar absolutisht edhe më tej. Dhe kjo është mrekulli faktikisht, kjo është mirësi dhe bekim. Edhe çështja e gjykimit, që të gjykosh drejt është gjë e natyrshme. Pra nuk është kusht që ti je musliman që të gjykosh drejt. Mund të jetë njëri jo musliman dhe gjykon drejt. Po, mund të jetë jo besimtar dhe gjykon drejt. Mirë po, Islami, këtë që është natyrshmëri, që duhet me gjyku drejt dhe e vërteta haku duhet shkojë tek i Zoti, Islami e ka le të themi stimuluar me shpërblim, e ka stimuluar me sevap. Për shembull profeti alayhis salatu sallam thotë në një hadith, 7 kategori njerëzish do të jenë në hijen e arshit të Zotit në botën tjetër dhe përmendi për tyre tha udhëheqësi i drejtë. Kur themi udhëheqësi i drejtë, nënkupton pushtetin në përgjithësi, pra nënkupton ekzekutivin, nënkupton edhe gjyqësorin, sepse edhe pushteti gjyqësor është një lloj pushteti, është një lloj udhëheqje në vetvete. Kështu që, domethënë e ka stimuluar ose thot profeti alayhis salam, gjykatësit e drejtë, ka një hadith të saktë që thot gjykatësit e drejtë do të jenë në kodra drite ditën e Kiametit. Për shkak të vështirësisë që ka pas puna dhe pozita e tyre, dhe amaneti që kanë. Është vështirë dhe ka tundime. Pra, të jesh gjykatës ka tundime. Dhe të gjykosh drejt do të thotë që ti, domethënë të përjetosh një lloj le të themi kështu, një lloj sprove dhe tundimi të brendshëm. Pa ajo që është interesante në faktin është se të gjykosh drejt është gjë e natyrshme. Pra, që haku të shkojë tek i Zoti, kjo është e natyrshme. Vjen Islami dhe këtë që është e natyrshme e nxitet më shumë, thotë gjë. Po gjykove drejt, jo vetëm që duke bërë atë që është normale, po Zoti ty do të ngrej në kodër drite ditën e Kiametit. Ashtu siç i thotë, do të ketë kujdes që të mos korruptohet dhe të mos marrë vendime sepse përgjegjësia. Nëse do të flasim pastaj për korrupsion, për korruptimin apo për rishfetin, thot profeti alayhis salam, la'anallahu ar-rashiya wal murtashi. Allahu e ka mallkuar atë që jep dhe atë që merr rishfet. Pra rishfetdhënësin dhe rishfetmarrësin. Pra mitmarrja në Islam është e mallkuar. Kështu që jo shpreh rruga që është në fillim, domethënë. Për këtë arsye, në momentin që futet paraja në mes, problemi është shumë i madh, sepse
haku nuk shkon më tek i Zoti, dhe në momentin që nuk shkon më haku tek i Zoti, atëherë është mëkat shumë i madh. Çfarë mund ta bëjë një gjykatës që mos shkojë haku tek i Zoti, ose është padituria e tij, ose është favorizimi, interesi, ose mund të jenë influencat, ndikimet. Presione. Në të gjitha këto raste, domethënë njeriu bëhet shkak që të ndryshohet e vërteta. Dhe në momentin që njeriu bëhet shkak që të ndryshohet e vërteta, ka ndryshuar krijimin e Zotit. Dhe në momentin që ndryshon krijimin e Zotit, janë të mallkuar ata që ndryshojnë krijimin e Zotit. Për këtë arsye është mallkuar ai që jep rishfet dhe është mallkuar ai që e merr rishvetin. Pse? Sepse çdo të thotë rishfet, sepse edhe kjo ndoshta mund të sqarohet, domethënë rishfeti çfarë është faktikisht, ose kur themi ne rishfet, çfarë nuk kuptohet në gjuhën e Islamit. Por rishfeti është diçka shumë e madhe këtu tek ne, është gjendet gjithandaj, kështu që ti lëm pak hapësirë më tepër, bëjmë një pauzë shkurtër dhe pjesën e dytë ja kushtojmë kësaj teme. Nderuar miq, shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi sërish në studio miq, në këtë pjesë dytë do të flasim pikërisht për rishfetin, këtë fenomen, këtë fenomen gjithëpërfshirës në shoqërinë tonë që është vështirë për të shmangur. Po ndërkohë rishfeti ishte shumë i rrezikshëm, ashtu siç u thotë, domethënë është i mallkuar ai që jep dhe ai që merr. Çfarë kuptojmë me rishfet në Islam? Faktikisht duhet bërë një dallim faktikisht, sepse në Islam është dhënë një përkufizim shumë interesant të rishfetit, sepse shumë herë besimtarët për situata të caktuara ndodhen në një siklet shumë të madh. Sepse profeti thotë mallkuar qoftë ose është mallkuar nga Zoti ai që e jep dhe ai që e merr rishfetin. Dhe nganjëherë njeriu ka një hall dhe ky hall nuk zgjedhet vetëm se duke dhënë. A quhet në këtë rast personi që ka dhënë rishfet sipas fesë apo jo? Atë cili është përkufizimi i rishfetit? Është shfrytëzimi ose dhënia e diçkaje për të pohuar ose për të vërtetuar atë që nuk është e vërtetë dhe e merituar, ose për të mohuar ose për të mos vërtetuar atë që faktikisht është e vërtetë. Pra në momentin që jepet ose shpenzohet ose shfrytëzohet diçka për të mohuar një e vërtetë ose për të pohuar një e pavërtetë, atëherë në këtë rast kemi të bëjmë me rishfet. Domethënë, nëse unë nuk kam zgjidhje tjetër, dhe gjëja që unë kërkoj është haku im dhe është e vërteta ime dhe jap, në këtë rast nëse nuk ka zgjidhje tjetër, siç ndodh në disa shtete që akoma janë në transformim e sipër, në le të themi në rehabilitim e sipër të drejtësisë, atëherë në këtë rast nuk quhet rishfet sipas Islamit. Për gjërave interesante që dietarët fusin tek rishfeti, që është shumë interesante, është kur thamë ne shpenzimi i diçkaje, që mund të jetë dhe shpenzimi i postit. Që do të thotë dikush nuk jep, po për shkak të postit jep një urdhër dhe për të vërtetuar atë që nuk është e vërtetë ose për të pohuar atë që është jo e saktë ose për të mohuar atë që është e saktë. Në këtë rast kemi të bëjmë me rishfet. Ka shfrytëzimi i postit ose i parave? Po, mund të jetë posti, mund të jetë paraja, mund të jetë diçka tjetër. E rëndësishme jepet diçka për të mohuar një e vërtetë ose për të pohuar një jo e vërtetë. Në këtë rast kemi të bëjmë me rishfet. Për shembull, për gjërave që futen tek rishfeti, për shembull, janë gjithë njerëzit në radhë. Dhe vjen dikush që ka një pozitë caktuar në shoqëri. Dhe del drejtori ose del personi që duhet i presi njerëzit me radhë dhe e nxjerr personin nga radha dhe e fut. Në këtë rast kemi të bëjmë me rishfet. Përveç se nëse parashikohet me ligj që ka përjashtime. Nëse nuk ka përjashtime, në këtë rast kemi të bëjmë me rishfet. Ose duhet i marrë lejen të gjithë njerëzit që po presin. Me lejen e tyre lejohet, për ndryshe nuk lejohet. Por këto duket si gjëra shumë të rëndomta sot, po nuk e di a kanë funksionuar dhe a janë të mundshme dhe a janë reale në, po them, në historinë islame. Ka ndodhur në kohën e khalifatit Emewi në Mekke, fetvat për haxhin i jepte vetëm Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah ka qenë një nga nxënësit e Abdullah ibn Abbasit. Ata ibn Abi Rabah ka qenë, le të themi, zezak, domethënë nga ato, si më thon, raca më le të themi, domethënë
pa pozit në nuk vjen nga një familje fishme ose autoritet. Jo, po them si rac, ishte shumë i zi, domethënë në paraqitjen e tij dhe në pamjen e tij. Edhe njerëzit rreshtoheshin gjithë në radhë për të shkuar tek ataja për të marrë fetva për haxhin, sepse kur ishte koha e haxhit, dilte te lalli dhe thoshte mos t'japi fetva për haxhin askush përveç atas. Ishte një farë dekreti shtetëror. Po, absolutisht. Edhe normalisht do të vinte edhe Sulejman ibn Marwani për të marrë një fetva tek ataja. Khalifja, domethënë më i madh, autoriteti autoriteti më i lartë, po. Dhe ishte me djalin e tij. Mirë po, kur shkoi, kishte njerëz përpara tij. Dhe priti derisa erdhi radha, bëri një pyetje që kishte dhe iku. Kur doli prej atas, i tha djalit tij, o biri, tha, bëj që bëj, mësoje fen dhe besimin mirë. Nuk e kam derë në njëherë vetën, i tha, më të poshtruar dhe të përullur se sa ndetja ime në radhë përpara atij sklavit të zi, se kështu i tha, faktikisht ai nuk ishte sklav i zi, po përpara këtij domethënë, këtij zezaku, le të themi kështu. Domethënë pra ishte një standard që as Khalifja nuk mund ta thyente sepse në ishte korrupsion dhe ishte padrejtësi që pastaj edhe njerëz do reagonin sepse e dinin që feja nuk e lejon nuk lejon që të tillë. Por Zoti shpëlef dhe le shpresojmë që edhe tek ne ky lloj drejtësie dhe ky lloj standardi në familje me reformën do shpresoj. Me reformën e drejtësisë do shpresojmë. Zoti shpëlef. Faleminderit, Allah e shpëlef. Ndërsa miq, këto ishin minutat e emisionit sotëm, folëm për dëmshurinë e nënës, po u ndalëm gjithashtu edhe tek drejtësia, drejtësia e gjykatësit dhe tek fenomeni i rishfetit. Zoti shpëlef që na ndoqët, mirë takofshim, selam aleikum.